Punon me dru I cili është në gjendje me ta marru nonën edhe babën pi drunit. Shqiponja është krejt në detaje, krejt e punume do me thonë me dalë, me finalizu do me thonë komplet që pun, nëse punoj rregullisht në ta, do me thonë një muj ditë. Amo gjithçka që ka përshe është do me thonë me krejt me dorë. Krejt me dorë është do me thonë, absolut me asnjë maqinë tjetër, vetëm me dorë. Nëse folin për një jashtit për shembull që ka pak punën më mirë më asi, do me thonë ata vlerësojnë më shumë edhe paguajnë më shumë, kuptohet. Po me kushtet tona që kjo hak, për shembull sa I ka, stash I ka 1000 euro. Sa I keni ti me qitë në shitje? Unë kam njetë me qitë shitje 800 euro. Kjo është pikturube me dorë. Është Gjergj Kastrioti Skënderbeu, është nën Tereza, edhe është komandanti legjendar Adem Jashari. E që kjo çfarë vlerë ka me dash një njeri për shembull porositin qicine? Çfarë vlerë del? Do me thonë 150 euro. Përshëndetje miqtë e mi dhe ju shikues të shqiptar që krejt nga ona Arlindi. Sot jeni ardhur në Klin te Orbër Kabashi, te një djalë I cili është super artist, punon me dru I cili është në gjendje me ta marru nonën edhe babën pi drunit. Orbër, ç'është ka valla? Ai lu, ai mirë, ç'po kalon? Si kalon? Me shnet? Mirë, faleminderit. Ç'është me ton ty artist po? Gjys artisti. Jo artist E plus, që kisha marruti me këtë druna, Allah. Faleminderit. A me tiris ndërktara, ç'është me tirë valla? Zdruktar, artist ç'është dosh. Qysh Ka je? ko mirë, Me faleminderit. shnet? Mirë, Familja? jo keq. Qysh pet puna? Mirë, jo keq. Pesho, artist kogja I madh, si ti si baba. Po babën se kishte do babën e kishte në Kroaci. Po, babit Kroaci. Kismet kur vjen edhe babi kena marr prap. Kismet për Zot. Jo e kishit pasion ose punë me thon pikturimin edhe gdhendjen, punimin me dru më shumë. E vërtet, Të personazheve ose të figurave. e vërtet. Që sa ku apo edhe kallzon, çu ja keni nis që të punë. Ti edhe babi. Po, Arlind këtë punë e kena nis do me thonë që 7-8 vjeç është prafërsisht. Babi është ka prirë për këtë punë, edhe unë gjithmonë kom thonë edhe në intervistat më përpara që kom moj se domthon pasion krejt e kam për I babës tem. E kom trashëgu për tina dhe thjesht e vazhdoj me bë me knasi, me vullnet, krijoj gjona të mira. Bukura. Cila është gjoja më e madhe që ke bënë herë pi drunit? Gjoja më e madhe që kom bë në herë për dronit, u konë një pikturë do me thonë që kom bë me ngjyra dhe daltim do me thonë është kabashi. Që kom gdhend, rrugë është kabashi, e konë punimi I parë edhe më I zëshmi. Ndërsa tash se kom bë punimin pak më të zëshëm është që ky, do me thonë kjo shqiponja çto? Shqiponja është krejt në detaje, krejt e punume do me thonë me dalë. Pas Do me thonë, maqine. Qitati I ardh afro hala mangat. Patjetër. Do me thonë qitati I ardh çdo dhe ki rrej me dal. Qashtu, ka dal. Ka dal me dal. Edhe Sa kohë ti merr tash qito me finalizu komplet që shqiponi? me finalizu do me thonë komplet që pun, nëse punoj rregullisht në ta, se thash e pauza kom punu në ta, jo I rregull, se thonë jam kon Kroaci te babi, kena pas do veprimtaria atje me dru. Do me thonë një muj ditë, realisht. Nëse Një muj punoj, ditë që tash. po. Jo, po mendoj nëse punoj I rregull në ta, Okej. është një muj ditë. A kështu kom punu me pauza, më ka marrë kohë pak më shumë, më gjatë. Okej. Tash qito pesho që ne e ki vizatu. Të na shkon Po. të e gdhend, Po, dalt. po, këtu e kom vizatu, do me thonë ta Krat. shkoj krejt te daltu. Ka dal, do me thonë, edhe del sikur kjo forma këtu që përshe. Okej. Amo gjithçka që ka përshe është do me thonë me Krejt me dorë. Krejt me dorë është do me thonë, absolut me asnjë maqinë tjetër, vetëm me dorë. E që dru ku e mure ti, që të rroj ku e gjete. Rajt I gjojt do mon na për njerëz, na për lumen ndryshëm, do me thonë si drejni bardh. Asi po zakonisht e marrë edhe të njerëz, për shembull, Okej. ka një cung të shtëpia ose një diçka dhe më Shkojnë e thirr merr. në telefon, rrjetet sociale. A dhe merë artist se të të mund merr të shëmbu artist diçka. edhe nxerr diçka se unë s'kam haver. E tash, qito, ç'është që kjo është I puni? Me të thuj një krah ty, çka bën? Me më thy një krah për shembull që to merr shumë kohë, se duhet tani me shku të shkurtu krajin, me nis për s'dyt. Po zakonisht edhe pse njerëz kush punon gabon, mu s'm ka ndodhur me bë gabime, edhe pse Inshallah është normale. Inshallah. Jam shumë detajist I madh edhe përkushtuna shumë edhe deri tash mirë. Sa I ko hak që kjo kallzëm, kur të punohet, finalizohet komplet. Sa del në treg? Se kjo hak ka shumë. Po patjetër. Haki nuk paguhet kur që sa Puna dorës gjithmonë vlerësohet më shumë ato e din ton. fix. Na jam pjetu në Kosovë dhe do me thonë gjithmonë shkojmë mrena normale sa po din për kushtet Okej. tona. Nëse folin për një jashtit për shembull që ka pak punën më mirë më asi, do me thonë ata vlerësojnë më shumë edhe paguajnë më shumë, kuptohet. Po me kushtet tona që kjo hak, për shembull sa I ka, stash I ka 1000 euro. 1000 euro hak. Po. Sa I keni ti me qitë në shitje? Unë kam njetë me qitë shitje 800 euro. 800 euro. Po.
kush vjen me mora për mena Arlindin e për mena për 750. U kry A e puna. bujmë që kështu? Kryme. Qita kush vjen me mora thot e kum po videon të Arlindi e merr për 750 euro. Të kryme, u kry. Peshade dyrt e drunit. I pas këtë bu moderne. Po. Që ky punimi qëto drut edhe që atje një farë lloj lumi me kafsha, mo çam pëlqej më shumë ti këtë që ke pjesa e ujkut, qëto në dy ujqve qëto që kanë si hiezim. Po, e vërtet. Shumë hiezim i fortë që kjo. Këtë ki do më thoni ki pikturu me dorë komplet? Po, kjo është u pikturube me dorë, është krejt do më thonë vizatim me dorë, art i lirë edhe këtu e kumë cerë një ujk, këtu si e zim një dy ujk, që edhe është dollë një vepër e mirë. Jo e mirë, ko ka dollë tepër e bukur. Të ishe edhe me rakli, po ta shumë edhe bashkë kupshtin. Po. Ishe me rakli shumë i kupshtit. Kishe shumë lula, po e kështë bu edhe një kopsht të vogël ose një verandë, me thonë në vogël. gjuhën moderne me thonë një farë verande e vogël, klasike, po shumë e bukur për sy. Po, realisht Arlendo në këto e komponu, do më thonë ka dale. Këtë është me dru e punu me, këtë i ki maru vetë. Po, këtu e në paleta, do më thonë që vetë e kum nërejtë, do më thonë që shto si tavolin, këto ulse, edhe këto, gjithë detaj është e shko dikun, merë një guri prej Marokit, merë një lule, merë një deshka dhe kom formu një farë ambientit mirë, familjar, kur rrim. E kështu për Pjesën e lirë shembull kaloj. tavolina karrika për njerëz amaran, por dikon që ka që me pos diçka ma të veçantë. Po, do më thonë gjithë shka ka të baj me dru, po zakonisht jam do më thonë ma shumë i koncentrum ka pjesa artit. Okej. Ma shumë gjithar daltime, shkrimime ndryshme, po dhe atë pjesë e bajnë. Edhe atë Pa pjesë. problem, po. Edhe me rakli lulave, për shkak që pas ke rendit shumë bukur. Edhe lulet pas kanë qelë shumë mirë vëlla. Besojmë që grave nuk i qelin lulet që ka shmirë. Është të vërtet se duhet me dash lulën për sta qelë. Do me dash lule. Pa dash nuk dën as kjo ty. Cëllë lule. Tana. Tana lule. Tana lulët për Do gjithësi. me thonë ti ki pasion edhe kupshtin edhe lulet edhe krejt. Krejt, komplet. Shka ka të bajë me artin, thjesht jam... Më kallëzove Adorus. që te ti këtu ishin ardhur dhe shumë artista. Po. E poshtë edhe fotografit e poshtë mrena, nuk e dija kish njerit të stradës që se shkon të Arbri. Krejt, Ozhë. A him edhe mena Arbri pak e këshyrit? Pa tjetër. A dhe hin edhe mena Ndoni. në punë të rritë të Arbri të shohim se unë i poshtë, tash mi po edhe ju. Qa po në më në detaj Arbri? Arbri jezot shpije që ledere. Pa tjetër. Këtu do me thonë kryej art, kryej gjona. Do me thonë ti pej loj që ti druni që të, e ki nëzirë qatë fa shqiponje. Po, realisht, po. Vetëm ajo konë me roj, ma Me roj, po, ndërlikume. ma e ndërlikume. Po, ma ndërlikume. Do me thonë këtu për shoh stupcat, lobin e listenishit, Naima Bozin, Resul Sinanin, e një po emnin se adi bëma halal, Këfori, Ori. Resuli këto, Shpetimi, do me thonë Getinjo, Don Gjoni, Ndryshëm. do me thonë krejt që të ne, ja u ki bu ka një portret me emër, Po. krejtve. Realisht, po. Kanë orë shumë artista, më kanë përkra, do më kanë shkru për shembull vetë, adin ma mush ma bon një punim se kom po për shembull të Geteni ose të Dafina Dauti ose dikon edhe thjesht kom punu. Allah, Më kanë prejtë shumë mirë, që më konë fillestar normal si çdo kush, edhe gjithmonë kom thonë se tash ta janë pak më të mëdhaj, që shmeron në kontakt me ta, po shumë njerëz thjesht, njerëz normal tukës, edhe kom kalu mirë me ta. Që kjo pjesa ku te e kalon shumicën e ditës ose shumicën e kohës Po, realisht. që tu e punën. Po. Tregom a ka fitim për kësaj pune që ti e bën. Të na arti në Kosovë gjithmonë, unë e kom cek edhe ma përpara se nuk vlerësohet nështë edhe shumë, ose me thonë vlerësohet, po nuk janë shumë mundësit të na për shembull që gjithku i pëlqen diçka e bukur, a din. Po thjesht nuk janë mundësit, për shembull shumë e kuptueshme kjo punë. Kështu që ma shumë do me thonë punoj me t'jashtit, me të bashkëdhetarët, po edhe këtu na për restorane të ndryshme, na për Do me thonë ma shumë e gurbeqar. ma shumë me grupeqarë. Leki ma i madh, kuf me dije. Na tash këtë përpara po punojmë vëllai, këtë janë dalë për i dorë, po punojmë për i dorë. A i ki një mesazh për ata cilët, masina drejt fundit, a ki një mesazh për ata cilët tuten me njek ondrën e vet ose tuten me njek pasionin e vet. E kisha pas një mesazh gjithmonë me konë vetvetja, gjithmonë me konë me kom tok, jena njerëz edhe me njek gjithmonë ondrën se gjithmonë ondra bëhet realitet. Unë se kisha menu kur për shembull se prej një pasioni më kalon një mini biznes, më thonë, po gjithçka është e mundshme, vetëm duhet me pas vullnet
edhe tanat mirat vinë, kadale. Mos më dorëzu asnjëherë me një fjalë. Unë çka po shoh, që unë me punu këtë punën tonë s'kisha pas nerva, me të kallzu drejt. Me net me dorë, të ditën e gotë, të rrej. Problem. Do të me pas shumë nerva valla. Ju artista atë nuk e di çish. Shumë e keni në farë botë të thellë, zërë më ja u kuptu. Duhet me pas thjesht qetësinë, durimin edhe kur ta mbesh përsipër një punë, me ditë se duhet me kry mirë, domethënë me çu deri në fund, kadale, me durim, me pak pushim, me pak vullnet edhe ma herët ma kallzove ti muni që ta që i ki maru, du me u kallzu publiku që shodal, është Gjergj Kastrioti Skënderbeu, është Nën Tereza, edhe është komandanti legjendar Adem Jashari. Këto atë ka thonë në maru dikush? Po, A ki porosi? po, realisht e kam porosi, e ka porosi dikush, këtu janë figurat eminente tona domethënë, edhe kom bo me përkushtim kadale, ta vjen e merr. E që kjo është farë vlerë ka me dosh një njeri, për shkak me porosit një qësine? Farë vlerë del? Domethënë 150 euro, mvaret sa është madhësia, po që kjo janë 150. 150 euro. Jo Është në dron, nuk është në letër. Ju cilët keni qef me pas ndonjë fotografit ndaj familjarit juve ose ndaj portret juvin, Arbër Kaboshën e gjeni në çdo rrjet social, po ashtu të gjeni edhe në Klin. Kanë të vetë në Klin ku Arbër i ka vetë. Sigur, nëse dojmë me kallzu. Arbër na pëndroj që gjete vllak ku për neve. Trujt Zotit ta dhosh netën, inshallah visht për një mora. Faleminderit shumë, të rritnejë edhe ju. Faleminderit për gjithçka. Suksese. Faleminderit shumë për te vllashka. Për të mirë, respekt. Shikues me rrum kaç kishin për sot, edhe herave tjera, mirëmbëjtje.